gjëra dhe do të qëndrojmë në raporte kolegiale normale, por që si duket unë gabova ndoshta që e tërhoqa pa dinë, sepse i njëjti person vazhdoj edhe tash me sulme tani më dhe më kërcënuese, kanosje verbale ndaj meja. Ju e tërhoqët pa dinë për hatër të institucionit ku punoni? Për hatër të institucionit dhe të kolegialitetit. Kjo ishte që të mos bëjmë shumë zhurmë, ndoshta do të qetësohet ai si person, sepse gjithmonë ka qenë person jo i qetë në raport me mua, po dhe me të tjerët her pas here. Unë kam rastin edhe profesoreshës tjetër, e cila po ashtu atë ditë që kam denoncuar në rastin, ka denoncuar edhe ajo të njëjtin profesor për kanosje. Pra, unë atë ditë e tërhoqa për shkak për hir të universitetit, për hir të fakultetit, duke menduar që këto raporte kolegiale njëherë do të mund pashitën dhe do të mund të ndërtojmë raporte normale, kolegiale, po si duket pas kam gabuar, sepse i njëjti person, pra me 16 maj, javën e kaluar të premten, më hyn në zyre dhe më pyet pse si ke dorëzuar qelsat. Dhe unë e pyes kujt më ja dorëzu qelsat. Ai hap derën, unë isha në zyre dhe fatbarësisht në zyre kisha edhe 2 dëshmitar. Ishte një profesor dhe një regjisore që është aty duke u marrë me një dramë që përgatisim në kuadër të fakultetit. Ai hap derën dhe më pyet si ke dorëzuar qelsat. Qëllimi i tij ishte se ne ishim në fazë zgjedhore. Unë isha ushtruese detyrës e dekanës deri në momentin kur u shpallën zgjedhjet. Në momentin kur u shpallën zgjedhjet, ne pritnim verdiktin final të zgjedhjeve për të dorëzuar qelsin këtë kushdo qoftë që do të bëhej dekan.